Kjo botë është një ëndër dhe të mashtrohesh prej saj është një shkak për keqardhje. Le të thellohemi në thelbin e kësaj thënie në dritën e Kuranit. Allahu na përkujton në surën Hadid ajeti 20. Dijeni se jeta e kësaj bote është vetëm lojë, zbavitje, stoli dhe mburrje mes jush dhe shtimi i pasurisë dhe i fëmijëve, si shembulli i shiut, prej të cilit bima i habit bujqit, pastaj fahet dhe e sheh se janë zverdhur, pastaj bëhet gërmadh. Ky ajet thekson natyrën e përkohshme të kënaqësive të kësaj bote dhe joshin mashtruese që ajo mban. Ashtu si një bim thahet pas rritjes së saj fillestare, tërheqjet e kësaj bote përfundimisht të zbehen dhe na lën duar bosh. Prandaj, të qenit i mashtruar nga kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote është me të vërtetë shkak për keqardhje. Allahu mëtej na paralajmëron në Kur'an në surën Munafikun ajetin 9. O ju që besuat, as pasuria dhe as fëmijët tuaj mos t'ju largojnë nga përmendja e Zotit, e kush e bën këtë, ata janë të humburit. Ky ajet nxjerr në parë rrezikun e të qenit i pushtuar nga aspektet materiale të kësaj bote, si pasuria dhe fëmijët, deri në masën që ne i lëm pasdore detyrimet tona shpirtërore. Ata që i japin përparësi punëve të kësaj bote mbi përkujtimin e Allahut, përfundimisht do të jenë ata që humbasin në botën tjetër. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pashembullt, na kujton se kjo botë është thjesht një ëndër, iluzion, ashtu siç nuk lidhemi me një ëndër sapo zgjohemi. Nuk duhet të lidhemi tepër me kënaqësitë dhe shpërqendrimet e përkohshme të kësaj bote. Në vend të kësaj, ne duhet të përqendrohemi në realitetin e përjetshëm dhe të përpiqemi për shpërblimet e përjetshme të botës tjetër. Duke menduar mbi këtë thënie, ne kuptojmë se qëllimi ynë përfundimtar në këtë botë është të kërkojmë kënaqësinë e Allahut dhe të përgatitemi për jetën e përjetshme që na pret. Nuk duhet të lejojmë që të mashtrohen nga atraksionet e përkohshme të kësaj bote, pasi ato do të çojnë vetëm në keqardhje dhe zhgënjim. Le të kujtojmë fjalët e Allahut në Kur'an, në surën Enam, ajetit 32, thotë: Dhe jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër veç se lojë dhe argëtim. E bota tjetër është më e mirë për ata që i friksohen Allahut. A nuk e kuptoni? Allahu na dhën urtësi për t'i dhënë përparësi të përhershmes mbi të përkohshmen dhe le të përpiqemi të kërkojmë kënaqësinë e tij në të gjitha veprimet tona.